Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Ndëruar vëllezër, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po rikthehemi dashur vëllezër dhe po vazhdojmë takimet tona të përjashme ditën e martë pas akşamit me një seri që kemi filluar këtë vit. Ajo është rruga e udhëzimit dhe pastrimin nga mbetjet e ignorancës. Kjo seri dashur vëllezër ka dy pjesë. Pra, rruga e udhëzimit, pastrimi nga mbetjet e ignorancës, nga veset e ignorancës. Rruga e udhëzimit është e gjatë. Është edhe kogja e vështirë. Nuk është e lehtë. Nuk është lehtë për me trasu fenë Allah subhanahu wa taala dhe me pasu atë që çdohet. Nuk është e lehtë dhe për gjatë rrugës besimtarit i paraqiten telashe, sfida, sprova të ndryshme, por edhe ka në veten e tij mbetjen nga koha e para udhëzimit, që quhet si koha e ignorancës, pra disa vese, vepra të cilat besimtari mund t'i ketë në veten e tij, kush më shumë e kush më pak. Pjesa e parë e kësaj serie deri sot, ose në pjesën e parë, kemi trajtuar disa prej këtyre veseve ose mbetjeve të ignorancës. Vepra jo të mira, cilësi jo të mira, cilat mund t'i ketë një besimtar i udhëzuar. Kurse prej sot të tutjen pjesën e dytë të kësaj serie dhe flasim për mënyrën e shërimit të këtyre veseve. Kemi përmend disa, kjo është ligjërata e 19 me radhë në këtë seri. E sot do të flasim ose prej sot fillojmë të folë pjesën e dytë se çish duhet ose çish ka mundësi besimtari me e rregullu, me përmirësu veten e tij dhe me largu këto vese mbetje të ignorancës, sepse dashur vëllezër, ne po e shohim praktikisht të gjithë pa përjashtim se përkundër që kena fetari, kena udhëzim, kena namaz, kena xherim, e kena vepra të mira, elhamdulillah. Po anën tjetër, me vete bartim disa cilësi që nuk përkojnë me këtë udhëzimin tonë. Janë disa vese, disa vepra të ignorancës, gjahilijetit, të cilat na u kanë mishnu dhe ndoshta s'mundem me të i kalu. Fillim të vëllezër, cilat janë shkaqet e këtyre veseve. Origjina, burimi tyre, nga rrjedhin që këto vese, kemi përmend disa prej tyre në ligjëratat e kaluara. Prej nga rrjedhin ato, ku e kanë burimin ato të këqija që i kena në veten tonë, ku e kanë, cila është origjina tyre. Mi njohë dashur vëllezër, shkaqet e këtyre veseve është më rëndësi për disa arsye. Fillimisht, për shkak se duke njohur shkaqet kena mundësi me arrit të ilaçi duhur. S'ka mundësi me arrit ose me gjetë ilaçin e duhur pa ditë shkakun. Nga po të vjen çajo e keqe. Ku e ka rrojen çajo e keqe? Para është për shkak se duke ditë ilaçin e din edhe shërimin, ose duke ditë shkakun nga po vjen e din edhe ilaçin ose shërimin. Do dashur vëllezër, është me rëndësi me shëru shkaqet e smundjes e jo simptomat. Na shpesh herë merremi me trajtimin e simptomave të një smundje.
por harrojnë se smundja ose shërimi smundjes në mënyrë të mirëfill bëhet kur shërohet shkaku i kësaj smundje. Çka po bëhet, çka po prej nga po të vjen ty që kjo ose që kjo problem. Andaj kur e gjen shkakun, arsyen, e shëron shkakun e jo vetëm simptomen. Të dashur vëllezër, kjo na ndihmon pastaj që të kemi dhe të jemi të kujdesshëm për kur i dim shkaqet e këtyre veseve të smundjeve, ne bëhemi më të kujdesshëm në edukim pastaj qoftë të fëmijëve tonë ose të atyre të cilët ndoshta i këshillojnë ose kërkojnë prej neve me këshillu. Ka dashur vëllezër, kjo na ndihmon edhe në rritjen e imanit dhe forcimit të imanit, sepse është më mirë që arrina me pastru veten nga mbetjet dhe veset e këqija, as më shumë rritet imani. Pas të dashur vëllezër besimtar, kuptojmë natyrën e këtyre mbetjeve ose këtyre veseve të ignorancës. E kur të kuptojmë natyrën e tyre, dim pastaj edhe qysh me i trajtu dhe qysh me i shëru atyre. Gjashtë dashur vëllezër për arsyeve që për shkaqet ose njohur e shkaqeve është largimi i këtyre mbetjeve të ignorancës. Mundna me i largu dashur vëllezër smundjet ose veset e këqija përderisa nuk e dina shkaqet nga po vinë ato. Shtatë dashur vëllezër është e bukaja me rrasibel fil mustaqbel që të ruhemi edhe të kemi kujdes në të ardhmen. Nëse den ka po të vjen një telashe, një ves i keq, nëse den rrugën ka po të vjen atër mundesh ose mundohesh më rujt. Për shembull, nëse të vjen nga shikimi, nëse të vjen nga ndëgjimi, nëse të vjen nga shoqëria e keqe, nëse të vjen nga ndonjë vend kështu me radhë. Kur e din shkakun, kanalin nga po të vjen, ke mundësi pastaj më rujt. Tjetër dashur vëllezër besimtar, është ndërtimi i një shoqërie të mirë. Mundohemi me gjetë arsyet e trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë që me ngrit një xhamatë ose një shoqëri më të mirë. Pastaj dashur vëllezër është për rëndësisë kuptimit të këtyre shkaqeve është që t'i kuptojmë edhe sjelljet e njerëzve të cilat i kanë këto probleme dhe qysh duhet t'i trajtojmë ose qysh duhet të sillemi me ta. Këto janë disa prej ose rëndësia e kuptimit të shkaqeve të mbetjeve të ignorancës. Pika e dashur vëllezër është llojet e këtyre e burimeve. Janë 3 burime kryesore, dashur vëllezër besimtar, prej cilave rrjedhin këto shkaqe ose këto sëmundje ose këto vese të zemrës. Disa dietarë kanë përmendur më tepër mirë, po këto janë 3 burimet kryesore, origjina e gjitha këtyre problemeve, mbetjeve, veseve të këqija buron nga 3 burime kryesore. Para është zemra, dashur vëllezër besimtar. Zemra, e dyta është fesadu tarbije, edukimi jo i mirë ose edukimi i keq, dhe burimi i tretë janë ose është traditas ose zakonet jo të mira. Zemra është vëllezër din hadith e Profetit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë inna fil jasadi mudgha, në trup ka një copë mishi. Idha saluha al-jasadu kullu, nëse ajo copë e mishit ndreqet, është e mirë përmirësohet krejt trupi. Wa in fasada al-jasadu kullu, nëse prishet i krejt trupi. Faktori kryesor dashur vëllezër, burimi kryesor prej nga rrjedhin këto vesa dhe të këqija është zemra. Andaj besimtari duhet me kushtu një vëmendje të veçantë të zemrës së tij, përmirësimit të zemrës së tij. Po thot për sallallahu me këtë hadith, në trupin e njeriut është një copë mishi, e cila nëse
prishet i tërë trupi. Pra, prej asaj copët e miq dashur, burojnë dhe rrjedhin pastaj plot të këqija dhe plot vese të tjera, plot vese të këqija, me cilat ballafaqohet njeriu. Llojet e zemrave dashur, kanë përmend dietarët 2 ose 3 llojeve të zemrave. Dhe ato janë të nxjerrura nga hadithi i Profetit alayhi salatu wassalam. Zemra e mirë ose zemër e shëndosh dhe zemër e keqe ose e prisht. Zemra e mirë dashur vëllezër besimtar, edhe burojnë për saj vepra të mira, mirë po edhe nuk i pranon të këqijat. Kurse zemra e sëmur ose zemra e prisht i pranon të këqijat me lehtësi. Ka thonë profeti alayhi salatu wassalam në një hadith, shembulli im i udhëzimit tim, i asaj me cilën unë jam dërguar si profet, me dije dhe me udhëzim, është sikurse shembulli i tokës ose sikurse shembulli i një shiu të madh, i cili mbie mbi një tokë dhe ka një lloj tokës të profetit alayhi salatu wassalam, e cila përfiton prej atij shiut. Edhe prej soj pastaj thith ata ujë dhe mbin ose dalin bim të ndryshme. Kjo është njëri prej shembujve të tokës. Sikurse shembulli i dytë thotë ka një lloj tokës e cila merr shiun, mirë po prej soj nuk del bim, por është e fortë dhe mbon ujin. Dhe njerëz ose gjallësat përfitojnë sepse në to gjejnë ujë. Dhe shembulli i tretë i tokës ka thonë është ai lloj tokës që as nuk e mon ujin, mirë po as nuk bin prej saj bim. Një zemër dashur vëllezër besimtar, zemra e mirë e merr udhëzimin, e përfiton udhëzimin, dijen, udhëzimet profetike dhe të tjerëve u akumton ato. Një lloj i zemrave e nol përfiton për veti, por nuk i jep të tjerëve. Dhe ka një tjetër lloj që as nuk përfiton vetë dhe as nuk kanë dobi të tjere. Zemra e mirë dashur vëllezër besimtar nuk ndikohet ose ndikohet në vështirësi prej veseve, prej sëmundjeve për rreth. Kurse zemra e keqe ndikohet dhe i përfshin ose i merr ato veset e këqija. Omer radiallahu ta'ala anhu në një herë thot Hudhaifa radiallahu ta'ala anhu thot na pyeti Omeri, ishëm ulur me Omerin në një mezhlis. Dhe na pyeti cili prej jush e ka dëgjuar një hadith të Profetit alayhi salatu wassalam i cili flet për sprovat, për fitnet. Tha Hudhaifa radiallahu ta'ala anhu, tha unë ja emir al-mu'minin, unë o emir e besimtarë, prisë e besimtarë, tha mos e ke për qëllim hadithin që ka thonë Profeti alayhi salatu wassalam, yuftanu ar-rajulu, njeriu sprovohet në pasurinë e tij dhe në evlat e tij. I tha Omeri radiallahu ta'ala anhu, nuk është ky hadith që unë kam për qëllim, sepse këto sprova me cilat sprovohet njeriu në familje dhe në pasuri, në evlat e pasuri, këto ja fshin namazit tina, agjerimi tina e kështu me radhë. Pra janë ibadetet, janë adhurimet e cilat ja pastrojnë këto sprova. Mirë po thot Omeri radiallahu anhu thot kam për qëllim një hadith të madh i cili tregon se do të vinë ose do të paraqiten sprova të mëdha. Dhe tash këna lidhet me temën e dashur vëllezër besimtar. Thot sprovohen, i vinë sprovat zemrës sikurse el hasir, uden. Hasir dashur vëllezër është ato hasrat që janë të qepra ose të marume ran mas rani.
ren mas reni, janë të ndëlidhura njëra me tjetrën. Për me bo një hastër, do të ato me qenë se cila prej atyre fijeve, një pas një, ren me ren, për me bo një hastër. Shtë të qështu i paracitën fitnet sprovat zemrës. Uden, një pas një. Një sprov, e dytëra sprov, e tjetëra sprov. Ajo zemër, ta shkena duhet, ta shkena në temë që jemi duke folë. Ajo zemër e cila i refuzon, nuk i pranon, i bëhet një pikë e bardhë. Dhe kështu ruhet zemra. Ajo zemër e cila i pranon këto sprova, këto fitne, këto të lashe, i bëhet një pikë zezë. Dhe sa herë që e pranon, me katon, bën gjëna, i shtohet nga një pikë zezë deri sa thot Allahu na ruaj, ti bëhet zemra e zezë. Ka thonë dietarët është lëzër, ky shembull që profeti alayhi salatu wasalam e ka marrë në këtë hadith për të sqaruar rrezikun nga sprovat dhe ballafaqimin me sprovat është fillimisht që sprovat janë të lidhura njëra me tjetrën. Dhe ato njeriut nuk i ndalen. Herë në pasuri, herë në vlad, herë këto, herë ato, pra vinë një pas një. Sa kalon një, i vjen tjetra. Në shikim, në dëgjim, në lakmi e kështu me radhë. Pra vinë njëra pas tjetrës. Pra ta e ka përmen hasir, hastërën. Po ashtu, ka thonë dietarët, si qëllim që ka përmen profeti alayhi salatu wasalam, hasrën është se ajo i lidhet për atë sa i kapet njeriut, për atë lën edhe gjurë. Për asë provat aq ma shumë që besimtari është afër tyre dhe nuk largohet prej tyre, gjurmet e tyre sprova janë më të mëdha në trupin e njeriut. Sikurse hasra, kur njeriu ndoshta bie në të, që lën gjurmet, qashtu edhe sprovat kanë me lanë gjurmë dhe nuk kanë me ju ndalë njeriu sprovë pas sprovë. Sprovë pas sprovë. Ka thonë dietarët, urtësia dashur e sprovimit të zemrës është që njeriu me kuptu se çfarë zemre ka. Nëse ka zemrë të mirë, e falënderon Allahun subhanahu wa taala. Kurse nëse ka zemër të keqe, atëherë mundohet me shëru. Burimi i parë dhe më rrezikshëm ndoshta i këtyre veseve të ignorancës është zemra. Andaj besimtari duhet të kushtojë rëndësi të madhe shëndezër për mësimit të zemrës. Ndoshta ambienti është i mirë, ndoshta rrethi është i mirë, ndoshta shoqëria është e mirë, ndoshta familja është e mirë, por personi s'pa përmirësohet. Atëherë ku është shkaku? Shkaku është zemra. Shkaku është zemra. Në këtë kohë dashur, zemra sulmohet jashtëzakonisht shumë. Prej fitneve dhe sprovat të ndryshme dhe të mëdha. Burimi dytë i mbetjeve të ignorancës, prej burimeve kryesore, është fesad e tërbije, edukimi jo i mirë. Edukimi jo i mirë. Kur një person nuk edukohet është vëllezër mbi baza të shëndosha, ai ka me pas çdo herë problem me këto mbetje. Andaj, nëse marrim kohën e profetit alayhis salam në fillim të shpalljes, kryesisht kohën ja ka kushtu edukimit.
edukimit të zemrës. Kryesisht. Andaj e gjejmë në fillim të shpalljes ajetet kryesisht në periudhën Meka se gati në përgjithësi kanë folë rreth përmirësimit të zemrës. Edukimit, njohja e Allahut, njohja e xhenetit, njohja e xhehenamit, edukimit. Pak ajete kanë folë për rregulla dhe ahkam. Shumë pak. Krejt ajetet ose shumica prej tyre folin për edukim. Edukimin e sahabëve. Po është shëllëzërët, e gjejmë se në fillim të shpalljes, namazi i natës, qiyamu lejli ishte vajib, obligativ. Pse? Për shkak të edukimit. Me eduku veten, me përmisu veten, me ndryshu veten, ne përshohëm në Ramazan. Me 10 net namaz natës e çfarë ndryshimi po bëhet në vetët tona, përshohëm këto. 10 net. Vetëm 10 net namaz natë që shdohet, e shohim ndikimin e madh që e ka namazi natës tek ai që e fal. Andaj sahabët, profeti alayhis salam e ka pas obligim një vit me e fal në fillim të shpalljes namazin natës obligativ vajib. Një që me eduku nefsin. Po ashtu, prej me mënyrave që e ka përdor Allahu Azza wa Jalla në edukimin e sahabëve në fillim të shpalljes dhe në vitet të para të shpalljes, ju ka kërku sahabëve veç me fal dhe me bo sabër. Pa në sabër. Nuk ka me reagu, nuk ka me këthy me të keq, nuk ka me ngre, as me luftu. Dhe ban zëllum, bo sabër. Është koha e edukimit. E ndash me eduku vetën, kur dash me eduku vetën duhet më përmbajt. Ja ke qitë veti për obligim, me largu një ves, për shembull dikush e ka nervoze. Si dhe që ta shpegjamin, ndash të nervozon dikush. Çka duhet me bo? Më përmbajt. Vitet e para të shpalljes në Mekë, sahabët ishin udhëru me bo sabër, me duru, me të keq mos me kthy dhe as mos me luftu me ta. Për ata profeti sa të thonë kur i shehte sahabët të cilët po maltretoheshin, po dënoheshin, persekutoheshin, i thashtë sabrën ala Yasir, sabrën familja Yasirit. Rëndësia e edukimit të mirë. Në dashëvezër, sipa ose shkaku kryesor pas prishjes së zemrës, për këto sëmundje veseve të ignorancës është edukimi jo i mirë. Shumë prej besimtarëve edhe në kohën e sotit, fatkeqësisht, jenë udhëzu pa kalu në për shkollën edukatës. Kanë kalu prej një jetë me plot veset e ignorancës, jenë udhëzu mirë, po nuk e kam pastru të kaluarën e tyre. Nuk jenë eduku para hoxhës, para dietarëve, para librave e kështu me radhë. Andaj gjen dashëllëzër që edhe besimtar, edhe namazli, edhe vepra jo të mira, edhe haxhi, edhe vepra jo të mira, edhe me sunet, edhe me gibet. I gjen që ka bashllëk në edukim. Andaj për arsyeve
burimi kryesor, origjina e këtyre të këqijave është nga edukimi jo i mirë. Ai person që s'është edukuar sipas mësimeve fetare dhe shëndetësor, me para sprov ai bjen për provimi. Andaj sahabët ishin edukuar gjatë. I thashin Profetit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a të reagojna, ja Rasulullah, a të ja kthejna? Ka dhe, ja, halasëm ka orë urdhni, edukat. Ja Rasulullah, për në i rrahin shokë, kena mundësi më akthy, veç ati kuromere pra në islamin. Ma umirtu bihadha, halasëm ka zbrit urdhni. Dhe shëllëzër edukimi është faktori kryesor i përmirësimit të besimtarit në zemrës, sikurse që edukimi i keq është burimi i të gjitha të këqijave. Ndoshta sot besimtarët kanë informata shumë, sepse po kanë mundësi me marrë ato nga interneti, lexime kështu me radhë, mirë po shumë herë mungon edukata e mirëfit. Andaj gjejmë pastaj si pasojë mesin e shumë besimtarëve edhe vese të këqija edhe mbetje të ignorancës. Dhe besimtarët do të merren më tepër me edukimin e shëndosh, me edukimin e drejtë, qysh janë edukuar shokët e Profetit alayhi salatu wassalam. Dhe ndoshta sot më shumë të kemi nevojë për një edukate të mirëfill, të shëndosh, cila pastaj i ruan të rit, i ruan të rejat dhe i ruan besimtarët nga sprovat të cilat ose me të cilat ballafaqohen. Burimi i tretë për këtyre burimeve të veseve të ignorancës është ose janë edhe zakonet, shprehit, traditat e kaluara. Unë s'moj me ndryshu, qështu jem rritë, qështu jem mësu, qështu jem akon. E kështu me radhë. Ose na jena kështu, ose unë jem arsëtimet të tilla me cilat njerëz të arsëtojnë veprat ose disa prej cilësive të tyre jo të mira. Zemra, edukimi jo i mirë dhe traditat, shprehit e ignorancës, e kohës para udhëzimit. Këto janë tri prej burimeve kryesor të shëndetësor besimtar, prej cila pastaj rrjedhin edhe veset, edhe veprat jo të mira të ignorancës. Andaj besimtari duhet i kushtoj vëmendje të veçantë këtyre tri burimeve nga cilat rrjedhin këto veset e liga. Se qysh bëhet shërimi tyre, cilat janë mënyrat e shërimit të këtyre veseve të këqija, mbetjeve të ignorancës, inshallah taala do t'i trajtojmë në ligjëratat e radhës. Elus Allah subhanahu wa taala që të na jep bereqet dhe të na mundsoj që edhe t'i kuptojmë shkaqet cilat çojnë deri tek ato vese, por edhe mënyrën e shërimit të tyre të drejtë, mënyrë që fillimisht vetë
të shërohemi, të pastrojmë zemrën, të pastrojmë sjelljen tonë, të pastrojmë karakterin tonë, por pastaj të kemi hapësirë dhe mundësi që të ndikojmë edhe tek të tjerët për mirë, duke filluar prej fëmijëve, familjes, rrethit të ngushtë, xhamat e kështu me radhë. Përmirësimi i zemrës, edukimi i mirë, përmirësimi i shprehive ndikojnë që besimtari me përmirësu sjelljen e tij dhe me largu ato vese jo të mira të cilat e lëndojnë ose e prishin imazhin, fotografinë e besimtarit. Nga se besimtari është i veçantë, me sjellje të veçantë, sepse hecim hapave të profetit alayhis salatu wassalam. Andaj duhet edhe sjellja jonë, edhe vesha jonë, edhe fjalori ynë, edhe gjuha jonë, edhe qëndrimi ynë, edhe ndejat tona, edhe darsmat tona, edhe festimet tona, edhe gazmendet tona, gjitha këto duhet përshtaten konform fesë tonë të dashur të besimtar. E jo në xhami muslimane besimtar, kurse në jetën e përditshme ndoshta mos me dallu prej të tjerë. Ky është defekt i madh që jemi duke e pa në mesin e njerëzve. Allahu na përmirësoj ya rabbal alamin. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.